pushtuesit e Serbisë dhe të Rusisë, pra deri në atë nivel që shkohen të përqeshin plagët e luftës. Pikrisht kjo. A jeni kes të kjo pjesë e videos se ke po, është gjithanis që ka montazh aksisiane kur e tregon ti ballafashimin me një moment kur preket sentimenti se kos te leo ti reagon thua din si mu edhe më ka godit po unë do më është dëshmune faktune. Për sa të trova si pyetje pikërisht kjo. Është dëshmune e faktune që janë plagos luftë, janë plagos në kokë, edhe janë plagos. Po marrë kam shajet edhe do më gjona që duken. Pikërisht është trova ti kjo se po flasim për një kohë cilla po. Dhe tash këta edhe deklaratat tona i marrin i përpunojnë, i bojnë me montazha të ndryshme edhe fillojnë mutall. Disa për tyre ju kam përmes avokatëve ju kam inicu pa di gjysore, ju kam inicu pa di gjysore, sepse do më përqeshja ka shku dhere, ose talja me plagë dhe luftës dhere në atë nivel, thot me e degradu luftën, jo bekimin, sepse mu së nëmë degradan, sepse unë jam krenar me ato që kam bo për vendin tim, prej që mohe mendë dhe di me logiku, e dhere në ditën e sotme jam krenar me gjdo hap tjetës time që kam bo. Dhe individual, nuk më dalin, veç sa më shtin me punu edhe ma shumë. Pra, edhe kur kam pas kritika për pushtetin, edhe kur kam pas atakimet të kësaj natyre. Shumë ndaj ministrave të partisë tonë zot Jaziu. Mu vetëm kam motivu me punu ma shumë, sepse po e shoh që ky grupi i të keqjive në Kosovë, ky grupi i neo-Jugoslavëve në Kosovë, pra kanë fillu pra me uni gjallë edhe me punu ma shumë, edhe me bo përpjekje. Ta shtrova këtë pyetje për shkak se po flasim me periudhë ku, do me thonë, kom kolegë, kom shok, si kanë tatuar në UÇK-s këto, djemtri, edhe njerëz kur t'ja fshojnë kanë qasje se u kriju një farë sentimenti. Andaj ta shtrova këtë pyetje. Bekte është prej. Cilat qysh që ka ndodhë se e shtrova si pyetje as ta kumë përmen kur është era e parë, po për të për një proces. Cila ka qenë deklarate ju i përplagosin edhe prerin e cila me cilën pa takon një dhe lufta. Se këtu se po flasim për individ. Këtu po flasim për për derisa flasim si lufta është shqiptare të Kosovës, nuk u kon luftë qeveritare. Do më thonë atakohet seni kryesor, derisa atakon themelues të saj. Përfasues të saj, sot vjen bëhen me një gjykatë politike, derisa kretë jo botë, ashtroj si pyetje cila ka qenë rrëfimi kësaj, se kemi po veç pjesën e premet e pjesë narratives tonë, cila po kësë përdoret se. Unë po flasë kështu në kuptimin e qëllimit të atyre që merren me propagandë edhe me denigrim të luftës së ushtrisë rimtare të Kosovës, pra ata shkojnë deri në këtë nivel të poshtërsisë që tallen edhe me plagët e luftës. Asnjoni prej tyre nuk qohet me kokën time që jam plagos kohën e luftës, edhe asnjoni prej tyre nuk i ka ushtimin që unë e kam kokë prej kohës luftës. A ki probleme? Edhe në to momente kur unë e të diskutojmë, mu koka më ushtan në vazhdimësi, edhe kjo është prej kohës kër jam plagos, dhe asnjoni prej tyre, po unë kur nuk jam anku për këto. Prandaj është tjera post, prandaj fidan kur nuk jam anku për këto. Pastaj, për të qenë kështu edhe më korekt, edhe ty plakët e mija mundësh edhe ato se në dukshme, edhe ashti ma i but në kokën, në pjesën e ballit, edhe në pjesën mbrapa, pra është, do më në plakë cilat të luftës, cilat unë jam plagos me granatë, këta plumbin e granatës e kanë bëhë plumbin i me dhe kanë dzirë pastaj, do më në që ti mundësh me thotë copë e granatës, plumbin i granatës, unë jam plagos prej granatës edhe këto a kanë spjeguar në shumë emisionet tjera. Jo, unë e sekundi, andaj ta shtrova si pyetje, për disa po flasim thatë që është një atakim, ju realizum ta shtrova si pyetje. Jam plagos në vit frontit, një 200 metra për para ushtarëve të mi, pra një 200 metra mbrapa i kam pas ushtarët e mi, sepse në gjdo betej që kam marrë pjesë, gjithmonë kam qëndru për para, me qëllim që edhe nëse vritet dikush prej tyre të vritem unë i pari, e jo ushtarë që i kom pas. Pra, edhe me këto, po, kër e shë edhe në këtë nivel, kër shkojmë po e shambull të njëjtit individ, pra, që fillojmë i përqesh edhe plagët e ishtë një ngosatit i cili ka 8 plagë, dokshme edhe sot, nëse bekem agjën tuke esë, nuk munden me i gjithë, që me thonë, behane kates, mundën me i pabre, ishtë një ngosatin kates, edhe me ditë që është një invalid i luftës, me 8 plagë krobi cili ka qenë në rëzik me shku krejt, edhe shkojnë pastaj ta bojnë është një ngosatin me shajkoqi, po që ta për krasit e Albin. A është rasisht me krejtë situatë këto vitet e fundit, apo është një strategji
një stratezi e caktuar kundrejt luftës ose kësaj shtrohet pyetja pse pikërisht. Nashta i fund të procesit. Është një tendencë sa shumë tendencë me kriju opinion. Nashta është edhe gabimi jon. Po flas edhe